Bismillahirrahmanirrahim. Po vazhdojmë flasim edhe sot për surën Saf, edhe jemi nga fundi. Pra, që nga fillimi kemi thonë që nuk e kemi për synim, do me thonë shpjegimin e surës në tërësim, plotni, detale, vetëm se nëpërmjet këtyre ligjëratave videot, sa do të shkurta ose të gjata, në mënyrë të përgjithësume, jemi mundu vetëm një gjë me shpërfaq, ajo është madhështia e Kur'anit. Pra, libri Allahut mëndum nuk ka vetëm që të lexohet për meditim, për lexim e për bereqet, mbi gjitha, libri Allahut mëndum ka zbrit që të meditohet, që të përsjatet, që nga i nxirret sa më shumë prej dobive, për mësimeve, për orientimeve e kështu me radhë, dhe unë e kam thonë më shumë se një herë që Kur'ani në bazament është kushtetut edhe moral. Dhe ndër tjerash, fjala meditim në Kur'an përmendet saktësisht 5 herë. Në të 5 herë ai u drejtohet ju besimtarëve. Subhanallah. Pra nëse meditoni librin Allahut mëndum, fjala meditim gjithmonë u drejtohet ju besimtarëve. Para mendoni se si është puna me neve, pra që i përkasim këtij libri, decisivisht. Do duhet të ishte edhe më përsore dhe më primare që të merret si këshill orientim, veçanërisht para së gjithash për neve vetë. Kujtohet që kemi mritë fjalën e Allahut, "Wa man adlamu mimmen iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam." E njëjta thirrje dhe e njëjta parull. "Wa man adlam." Kjo "wa man adlam" sikur na ja kështu një farë kërcënimi të Zotit drejt për drejt, a? Sikur se Allahu i mandum është betejë kështu të drejt për drejt, verbale me këta njerëz. Edhe më kujtohet tash kështu më njëherë po më vjen që Zoti këtë shprehje kështu "Waman adlam" e përdorën në surën Bakara. "Waman adlamu mimmen mana'a masajid Allahi an yudhkara fiha ismuhu." Ku ka më kriminal se ai që ndalon që të përmendet në xhamijat, në shtëpitë e Zotit emri i tij. Po vëllazër, a është kështu drejt për drejt zullumçar vetëm ai që i ndalon për shembull nëpërmjet një bisede për tregtina, për pasurina? A është vetëm ky ai zullumçar i vërtet, i cili meriton të quhet kështu, i cili përmend xhamive të Zotit, i preokupon të tjerë me gjërat e kësaj bote, apo kjo shkon për te kësaj? Shkon për te kësaj edhe që besa vlen për dikën tjetër më shumë se sa vetë këta. Ai për shembull i cili mbështet kriminalët edhe zullumçarët. Ai është zullumçari më i madh i cili meriton me u emërtu, e me ju dëftu, kjo shprehje kaq kërcënuese përballë atij. "Wa man adlamu mimmen mana'a masajid Allahi an yudhkara fiha ismuhu." Në ato xhamia ku lavdrohet një kriminal, një zullumçar, një diktator, çaj është realisht ai i cili e pengon emrin e Zotit me përmend xhamiat e tij. Sepse asnjëherë nuk ka mundësi në një vend ku është krijuar, është lidhsu me u adhuru Allahut i madhnuar, që atu me u lavdru, me u nderu, me u specifiku emri e madhështia në thojza, e një kriminali, diktatori, i cili e mon në robëri popullin e tij. "Wa man adlam." Edhe Allahu këtu po thotë "Wa man adlamu mimmen iftara 'ala Allahi al-kadhib." Ku ka ma kriminale, zullumçare, kriminale, lloj emërtimi i cili domon të asocion të ky njeri i cili nuk është vetëm njeri kështu i veçantë, i përfshin këtë ato llojet e kriminalave, zullumçarëve, ndër kohra e ndër shekuj, "Mimmen iftara 'ala Allahi al-kadhib." Mimmen iftara 'ala Allahi al-kadhib. Pa nuk është domon dosida ajo shpifja e gënjeshtra, është shumë e rëndë, është shumë e drejt për drejt, është shumë e organizuar, shumë e para përgatitur mirë, sepse përballë saj qëndron e vërteta. "Wa huwa yud'a ila al-islam." Amo kjo është ajo thelbi, ose kjo është ajo premisa nëpërmjet të cilës ata depërtojnë tek muslimanët, u angatrojnë besimin e ideologjinë, e mendimet, e përfytyrimet, e organizimet, e dëshirat, e synimet, e mëtimet. Ajo është thelbi, ajo është qëllimi. "Wa huwa yud'a ila al-islam." Pra me një fjalë unë e kam shu këtu tuan paqe. E ke pasat ato organizimet, ato evenimentet, ato mbledhit, ato simpoziumet e paqes, gjithmonë si parim kështu themelor kur dojnë
me organizu diçka të madhe kundër muslimanëve, pikërisht e kanë si bazament paqen. Edhe sot kur mbrohet Izraeli, kur sulmohet Palestina, kur sulmohen luftëtarët, dekonspirohen ato organizimet ato tubimet e muslimanëve për ta rikthyer edhe një herë regjimin gjithmonë në bazë të dekonspirimit të tyre është pretendimi i paqes, rrezikshmëria e sigurisë, cënimi i qytetarit. Fakt është e kundërta. Fakt është e kundërta edhe historia na e ka dëshmu këto. Qalu hadha sihrun mubin. Pra, falamma ja'ahum bil bayinat. Dhe nëse nuk e harrej, e kemi përmend në fillim që për shembull Allahu po o mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismu Ahmed. Pasi që e jep atë përgëzimin që do të vijë pejgamberi alayhis salam, lideri i pa kontestueshëm, Allahu të falamma. E tash kur u erdhi ajo, me qenë se e pritnin ma herët, por të sulmu arabët, qalu hadha sihrun mubin. E unë thash e njëjta thirrje dhe e njëjti arsyetim. E njëjta thirrje, sikurse edhe në të kaluarën, dhe e njëjti arsyetim për të mos ju nështru asaj, për të mos i besu asaj, qalu hadha sihrun mubin. Para menani, ja? Wa man adhlama kam dhënë këtu një meditim për akoma kriminale, se sa ke ndërhyrje dhe ke luftë. S'ka ma kriminale. S'ka ma poshtruese, se sa ti dalsh karshi amanetit edhe fejt Zotit. O man adhlam, nuk ka ma kriminal. Mimmen iftara ala Allahi l-kedhiba wa huwa yudaa ila l-Islam. Edhe ke bëhet namën të fejt. A ke pasur ata klerik që le t'janë shit, që le kanë shit shpirtin e mendjen për një dobi shumë të vogël të kësaj bote, o huwa yudaa ila l-Islam. Namën të fejt sa kupton e arsyeton krimin. Namën të fejt i sulmon ata që le t'janë në krahun e paqes, krahun e dinitetit, krahun e lirisë, kështu më radh. Ligjëratën tjetër me lejen e Allahut mëndum, do të flasim edhe diçka rreth surës Saf, decisivisht e konkretisht rreth këtij ajeti edhe më tutje. Deri atëherë Zoti ju rujte, faleminderit shumë.